Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, këtë herë për t'u pozicionuar tek Rozana Radi dhe Ardit Gjebrea. Rozana Radi dhe Ardit Gjebrea, siç duket, kanë një lloj konflikti të dy së bashku për të rikthyer një këngë të tyre dhe për të rikthyer Rozana Radin në këngën magjike, një kompeticion që në fakt po mbahet me vite të tëra dhe ka thumbuar apo ka mbërthyer të gjithë shqiptarët për vite të tëra pranë ekranit. Nata e parë e festivalit të këngës magjike, edicioni 25 është nesër. Rozana Radi, fituesja e edicionit të kaluar të këngës magjike, pritet të hap spektaklin e këtij viti, por pregaditjet po shoqërohen me tensione të dukshme. Burime pranë produksionit tregojnë se Ardit Gjebrea po përpiqet ta bindë këngëtaren të ngjitet në skenë së bashku me Sendi Dimitrin, partnerin e saj në duetin fitues Akoma, një duet që ka qenë në vitin e kaluar. Mirë po Rozana ka refuzuar kategorikisht një rikthim të përbashku duke u shprehur: "Unë vi, por me atë në skenë nuk ngjitem. Më vini në balkon." Qëndrimi i saj i prerë ka vënë në vështirësi organizatorët, të cilët kishin planifikuar një hapje të madhe bazuar në suksesin e vitit të kaluar. Rozana dhe Sani nuk ndjekin më njëri tjetrin në Instagram, çka ka ushqyer dyshimet për një krisje të fortë në marrëdhënien e tyre profesionale, edhe pse asnjë prej tyre nuk ka bërë deklarata akoma publike. Të gjithë sinjalet tregojnë se dyshja që vitin e kaluar ndezi skenën, këtë vit nuk po gjen dot as gjuhën e komunikimit. Ndërkohë, Rozana vazhdon të mbetet e vendosur në kërkesën e saj për të kënduar nga balkoni dhe jo krah Sanit në skenë, ndërsa Arditi përpiqet të gjejë zgjidhjen e duhur për të ruajtur traditën edhe spektaklin. Situata mbetet e hapur dhe publiku pret me kuriozitet se çfarë do të ndodhë në nisje të festivalit ditën e mërkurë. Domethënë është shumë e vështirë për Rozanën që të bindet për të hyrë dhe për të ngjitur bashkë me Sanin në skenë. Ajo ka një lloj një lloj kërkese që duhet të këndoj nga balkoni, por jo që të dy të jenë në të njëjtën skenë. Rozana Radi, siç duket, ka vendosur një lloj statusi apo një lloj muri në jetën e saj dhe nuk dëshiron që askush të ndikojë në jetën e saj pa marrë parasysh karrierës që ka bërë, investimeve që ka bërë në të gjithë karrierën etj. Do të shohim se si do të rrjedhin gjërat, por kjo lufta e madhe ka filluar tashmë në televizionin Klan në Shqipëri, ku duhet edhe të sillet kënga magjike që në fakt presim që do të jetë një këngë që do të na jep magjinë gjatë të gjithë vitit.